Poçaria kam një vit që e kam marrë si zanat dhe që po e praktikoj bashkë me mamin. E kemi bërë një trajnim në Selanik, në Greqi, domethënë për të mësuar më mirë procesin e pjekjes edhe të punimit të baltës. Po është një zanat shumë i vjetër, domethënë që i përkon traditës shqiptare dhe vërtet po venitet, vërtet nuk ka njerëz që po merren me të, por që është një zanat që nuk duhet të humbas. Edhe vërtet, përveç pasionit, e kam edhe pjesë të përditshmërisë time. Punoj edhe vërtet marr kënaqësi nga punimet që nxjerrim. Më them përpara domethënë që ti kishe studiuar edhe në Fakultetin e Arteve në Tiranë. Sa të ka ndihmuar dhe sa të ka penalizuar? Domethënë ishte në pritshmëritë tua gjithë procedurat e studimeve? Domethënë ka qenë përfituese për ty? 50-50, 50-50, domethënë ka qenë okej, sepse aty, siç të thash, kam patur mundësinë të prek skulpturën, por në një mundësi për ta marrë si zanat më shumë. Kemi në module në Shqipëri, domethënë kemi në module që e ndihmojnë të rinj shqiptar. Ka shumë nevojë. Besoj se Akademia e Arteve Universiteti tani se ka ndryshuar emri me periudhën që kam qenë unë, ka shumë nevojë për programe të reja. Mendon që do jetë profesioni jot i vulosur i të ardhmen sepse ky ka fitime? Po, përdesa erdha familjarisht, domethënë duke u marrë me këtë punë. Jemi këtu 24 orë, nuk të ndihmon fakti që punon me mamin? Jashtë mase. Domethënë, marrëdhënia ime me mamin nuk është marrëdhënie mami dhe bi, është një marrëdhënie shoqërore në radhë të parë dhe tani është marrëdhënie akoma më shumë pune që mundohemi me njëra tjetrën, të kritikojmë njëra tjetrën edhe ku jemi. Kush është më kritikuese? Unë jam pak më kritikuese. S'është mamaj? Edhe mama që për çdo gjë janë të kënaqura. Mami është pak më e re në këtë proces edhe pak fjalë ke mësuar. E ke dhënë zanatin. Ja kam dhënë. E ka marrë mirë, e ka përvetësuar? Po edhe vjet pak. Mirë. E vjet pak profesionin. Bravo, mami. Është edhe ajo piktore. Aha. E ka diçka, e ka në gjak, ta thuash, atë pjesën. Cilat janë punimet, domethënë që i bën më së shumti, por edhe punimet që i bën me qejf? Domethënë, kush është punimi që ti jep dorë? Unë bëj këto skulpturat më shumë. Janë ato që unë pëlqej dhe ato që ndoshta publiku nuk është shumë i afërt, ndërsa mami bën këto gjërat që ndoshta edhe mosha e tyre i pëlqen më shumë, këto pjatat, gotat, tavat, pjekje, siç janë, domethënë. Sa të ka marrë punimi me i gjatë, domethënë sa kohë të ka marrë ty? Balta ka një gjë që nuk mund të marrë shumë kohë ditë, ose do rish gjithë ditën duke o marrë me një gjë, sepse nëse ajo thahet, e ke shumë të vështirë për ta ripunuar ditën tjetër. Ajo thahet shumë shpejt. Si ndikonte ti kur nuk të del punimi siç e do? Pastaj do ta riciklosh baltën nga e para, do e futesh në ujë dhe do ta kthesh prapë në baltë. Është ky favor që na ndihmon të paktën, po ka shumë raste kur i ke në pjekje dhe të dalin keq, asaj nuk e çfarë i bën pastaj se nuk riciklohen më. Do të është një dëmtim material, është edhe një kosto e hedhur. Po, është një kosto goxha e madhe. Është energjia, është puna, është çdo gjë. Materialet ku gjenden dhe janë të vështira se domethënë një profesion që është duke u zhdukur nuk ke më. Është shumë e vështirë, domethënë materialet nuk kanë në Shqipëri për momentin. Nuk ka? Ne i marrim jashtë, në Turqi ose në Selanik në Greqi. Nuk ka materiale në Shqipëri. Cila, do të them, se vjen pengesa që nuk ka materiale, apo ndoshta nga që janë shumë të pak. Nuk ka një dyqan specifik që të sjellë të ketë produkte. Janë të paktë njerëzit që janë të interesuar për atë, domethënë. Po. Me sa shoh, prandaj dhe ka dhe mungesë tregu në Shqipëri. Sa kohë duhet, domethënë, më shumë tash të merr dhe ka pas incidente gjatë punës për ty fizikisht? Gjithmonë ka incidente. Gjithmonë që në pjesën e parë të prodhimit që punohet balta, ajo mund të krisë, pastaj do ta ripunosh prapë. Ke probleme pastaj në momentin që e pjek, sepse ajo mund të thyet brenda furrës. Mund të jetë në procesin e dytë të glazurës, që edhe glazura ka ato të sajat, dhe gjithmonë e ke atë merakun si do dalin edhe plus koha e humbur. Ku vlerësohet më shumë keramika, brenda apo jashtë Shqipërisë? Domethënë, ti the që kishe bërë edhe bashkëpunime me Selanik. Po. Kush është donatori më i madh ose kush jep më shumë? Kush e vlerëson më shumë?
keramikën, Bashkëpunime tani kemi pasur interes vetëm jashtë vendit. Të lotë si profesion? E mendon ndonjëherë që ndoshta ka një afat moshe të caktuar dhe... Jo, fare. Mami jo çfarë thot? Se mami do më thënë me që se është edhe më e vjetër. Mami në fare. Ajo është puna e ëndrave. Është edhe praktikisht dhe për mua, se është artë. Nuk mund ta shikosh kur si punë. E vetmja lodhje që kemi është kur kemi... Cili është debati juaj më i madh që jeni të dyja gjatë punës? Kur unë kam një mendim tjetër, ajo ka krijuar diçka tjetër. Është pak kështu. Një marrëdhënie që ndonjëherë edhe arti është subjektiv. Po, e vërtet. Ajo që është e bukur për mua ndoshta s'është e bukur për dikë tjetër. Kjo është më shumë, edhe fakti pasaj kur shikojmë që kemi dëme në furrë që janë plasaritur. Mami, vërtet më shumë në këtë raste. Për ta thonë. Se ja e fajin asaj? Po, nuk ja e fajin askujt, po që fillojmë ato kritikat, po pse ndodhi kjo dhe ka qenë pak. Ajo është lodhja. E kuptoj. Ajo është lodhja. Pastaj ka edhe ca procese të tjera që të lodhin, se përveç se krijon edhe të pëlqen krijimi, pastaj është pjesa që do lyesh, do bësh të pjesën e glazurës, do bësh smerilimin e produkteve, kështu që janë pak të lodhshme vetëm këto pjesët. E vërtet. Kur shikon që produkti ka dalë ashtu siç duam, është Cilat janë modelet më të preferuara domethënë mbi pikturat e keramikës? Janë domethënë klasiket, janë të vjetrat apo vi me porosi? Tani kanë filluar moderne. Duan gjëra të thjeshta, minimaliste, nuk i duan shumë të rënduara. Pastaj varet nga preferencat, ka dhe këta njerëz që duan klasiken. Është edhe ajo shumë e bukur. Vazhdon. Është në shijet e çdo njeriu, nuk është se ka ikur koha e kësaj apo ka ikur. Është thjesht në shijet e njerëzve. Ne do shpjegojmë edhe nga afër pak procesin apo jo. Do vëmë tani nga pjesa nga mami. Në rregull. Kalojmë ande? Tani çdo punim e ke nga një logo, domethënë logo e faqes, që edhe e ke ndërtuar apo jo? Bato. Domethënë bato, kuptimi bato? Kuptimi bato është balta dhe toka, dhe duke marrë dy shkronjat e para të dy fjalëve dhe ka dalë bato. Bato është edhe emër i Batos, mbreti i lirë, që ka qenë shqiptar, edhe është... I e lidhur shumë me, ose më saktë, e ke qef historinë? Unë e kam shumë qef historinë dhe mbi të gjitha traditën. Dua që të ecë dhe të jemi krenar për çdo historinë tonë. Tani, konkretisht, në çfarë faze jemi, në çfarë procesi jemi? Tani jemi në kjo është faza e parë, domethënë, ka mbaruar punimi dhe është pjesa që ajo është akoma shumë e butë dhe duhet të marr 3-4 ditë kohë për të thënë në ambient të lirë, po. 3-4 ditë e zhvendos në një ambient tjetër që unë të kem mundësi për të punuar këtu prapë. Dhe kjo do marr kohën e saj për të thënë në ambient. Pastaj do jetë pikja e parë që është në 980 gradë. Nga e dallo, do më thënë, i janë të mësuar nga shkolla, apo i ke mësuar vetë me praktikën e punës, do më thënë, pjekën që dallon? Ato ti mëson pasaj puna dhe të gjitha. Ke një manual përdorimi gjithmonë të proceseve të furrës, dhe me kohën ti mësohesh të kuptosh nëse kjo është armë mjaftueshëm në ambient, është gati për të futur në furrë, sepse nëse kjo është akoma e patharë brenda, sepse duket çfarë ndodh kur e fut të butë? Kjo dëmtohet në furrë dhe nuk kam nuk piqet apo? Kjo piqet dhe kris. Mund të jetë e tharë jashtë dhe të jetë e njom akoma brenda. Në procesin që ti e ke futur në furrë, për pjekjen e parë, do thyet. Po punimi i baltës do të pa ardhur tek dhënia e formës? Punimi e parë i ka një proces dhe ajo duhet punuar si brumi, duhet punuar mjaft mirë që të ikin thuskat që ka balta brenda dhe pastaj fillon të japësh formë. Që është kjo? Që është kjo praktik. Tani kjo është sepse këtë kisha filluar, po që mund të jetë kushdo, domethënë mund të jetë një skulpturë, Pastaj, do të thënë, tire në këtë ngjyrë po e punon, e mbi punon. Kjo ngjyrë është në përgjithësi e pëlqejnë gjithë njerëzit që ta lëm kështu dhe thjesht i vëmi glazurë transparente dhe është si e vjetër, po. Ose e lëm fare pa glazurë që të jetë ashtu terakot.
por njerëzit e pëlqejnë edhe me ngjyra. Pastaj fillojmë e thajmë, bëjmë procesin e ngjyrave, glazurën me ngjyrë dhe dal. Tani këtë proces tu e bën ti apo e bën mami? Këtë e bëjmë njërë mami, njërë unë, varet kush kush e ka marrë punën përsipër për ta bërë. Po balta, do të thënë, vjen në formë të përpunuar? Vjen në formë të përpunuar, vjen gati. Do të thënë gjithë kur e mendoj atë procedurën që punim balte, mendoj ndonjëherë ajo mundësia e baltës çfarë do. Jo, balta është se bën dot kushdo nëse ti nuk merr një baltë të përpunuar. Baltën mund ta gjesh kudo. Nëse je i aftë për ta prodhuar dhe për ta njohur baltën, mund ta prodhosh dhe vetë. Ta marrësh, ta përpunosh dhe ta krijosh. Një mundësi po ta them, për shembull, një person shumë i thjeshtë s'ka parë lidhje me boçarin, po thjesht ndjek intervistën, i pëlqen si nëse vjen këtu, ai e ka baltën gati, nuk është balta mund të gjendet në çfarëdo lloj toke. Është ajo është specifike, domethënë përpunuar dhe ka ardhur gati, është gjatë gati për me temperaturat e saj specifike. Sepse ne nuk jemi të aftë që ta marrim baltën, nuk e kemi më atë njohurinë që kanë patur të vjetrit, që e kanë bërë baltën vetë. Ato kanë specifikat e tyre, ka temperatura të ndryshme. Cilë do ishte një orim, do më thënë, edhe cilë do ishte një thirrje për gjithë ata, do më thënë, që duan të vazhdojnë boçarinë apo gjithë zanatet të rinjt, kryesisht, gjithë zanatet që janë pak në harres, dhe duan t'i bëjnë, po ndonjëherë mendojnë këtë pjesë që është një punë që s'ka të ardhur, është një punë që ndoshta mua nuk do më leverdis, nuk do më njohin, nuk di si ta nis. Unë mendoj që po vjen koha e zanateve të vjetra, edhe duhet të përpiqemi. Do të përpiqemi shumë. Ti risjellim, po. Unë të falenderoj shumë. Unë të falenderoj shumë për sot. Faleminderit. Sa më shumë punë. Sa më shumë lekë themi në shqiptarët.